edhe unë thëmë betohëm si deputet, atëherë në atë moment pushon... Që i vjen që keni me shku deputet, s'keni me izdorë për mandatit? Jo, që me izdorë për mandatit, se të mandat. Nëse merën e vesh për me qenë minister, apo dëni me qëndru deputet? Jo, mas pari duhet më bo deputet. Okej. Mas pari duhet me dhonë betimin si deputet. E mandej me po kur të marrë qeveria. Tani është ajo periudha 15 ditore, deri kur bo qeveria e re. Deso e një minister. Qëtu, sake, 100 milion, 500 milion domi, më duhet me hullum tu për me vërtetua jam 500 milion. Që s'muj me marrë vesh, është qysh muj specat me kushtu 5 euro. Tash është raporti i kërkesës edhe ofertës. Okej. Kërkesa në Kosovë është e madhe gjatë periudhës dimrit për... Për speca. Okej. Unë 3 mujtë e fundit, intensivisht jem duke angazhu edhe tash, edhe sot gjithë ditën ju merë me qëtim. Që ju marë me qëtim? Për shkak se ne kemi rritë shumë prodhimin edhe kemi rritë eksportin. Ka zonë vetëm për domate. Një ditë e kom po publike, që kur ka marë minister, Kosova i ka eksportu 135 ton domate. 2024-ën janë 2.900 ton domate të eksportuara. Rritja 2.048%. Vetëm për një produkt. Po problemi është që gjatë periudhës 5-6 mujore, periudhës e dimit, përshka kushteve klimatike që ne i kemi, atë ne kemi një zbrasi të periudhës e prodhimit, e rrjedhimisht kostot e importit edhe për rrisin qmimet. E tash, qka na duhet neve si vend, cilë është prioriteti që në menoj që duhet me qenë në vazhë në angazhimeve mandatit tjetër është, krimi mekanizmave, madhe unë kom nësë ministrinë vërtet e kemi themelu grupin punus për programin rritë granteve. 2025 kjo duhet tjetë për bindjen time, në rrasë i veni minister tjetër mundet me ndryshu, por në rrasë jam unë, kjo këma qenë pika kërësore, orientimin në krijimin e serave, me hidroponi, me sistem të ngrohjes, edhe me sistem geotermal, Kosova ka potencial. Kostet janë shumë të larta të ndërtimit të në serave, por si dhe që tjetë ne duhet me hi në prodhim të serave që prodhujnë, ose edhe prodhim të zonë prej energjisë që vije prej kekut. Me fjallë tjera s'ka zgjidhje afat shkurte. Me fjallë tjera nëse vazhdojmë me litë speca dimnit, kemi me pagu ka 5 euro. është një periud për 2 vjeqare që kjo mundet mu zgjidh, edhe ku do thot orientimin në këtë pikë për shkak se tek çështja e perimeve, kur unë jam minister, i kom pa programin e subvencioneve të granteve. Azam ato e kom pa që mas shumë të kemi import perimeve, mas pak të kemi investu ose i kemi përkra. Dyjat kanë qenë në kategoritë fundit. Me qenë se kemi rritë shumë përkrahin për perimet, azam vetëm mamusha vitin e kalum në pikun e prodhimit i ka vjel 122 ton, po i ka përfitu në 3 vitet e fundit 8.5 milion euro vetëm në këtë të serave. Azam, atjet me shkun mamushët ka lakën, po s'ka spec. E tash, kush e mundësën dhe thët prodhimin e specit e domatën në këtë periud, ndërtimi i serave me kapacitet të ngrohjes përmes sistemit të ngrohjes, sistemit geotermal, sistemit të ngrohjes edhe me drut, që është i kushtu shumë, po ato duhet me punu, ato duhet me orientu na për me mujtë me komezu. Po dhe një diqka tjetër, lartë. Ne si qeverie kemi pas edhe ligjin për prodhimet e cilat